Fjalët mund të ndriçojnë ose të erësojnë, të bashkojnë ose të ndajnë, të shërojnë ose të vrasin. Gjua kocka s'ka, por kocka thyen, thot populli. Kur ne vendosim gjuhën politike si armë, duke folur për kolegët tanë si armiq, ne kontribuojmë në një kulturë politike në të cilën dhuna, qoftë retorike apo fizike, bëhet opsion. Në rastin më të keq, kultura që kemi lejuar të zhvillohet, i kthen diferencat politike në kërcënim ekzistencial, pra vret. Qytetarët fillojnë të shohin ata që votojnë ndryshe jo si fqinj me prioritetet ndryshme, por si armiq që duhen mundur me çdo kusht dhe me çdo mjet. Kur institucionet e respektuara si parlamenti modelojnë retorik përqarse dhe armiqësore, këto tendenca vetëm përshpejtohen. E si mund të mbjetohet demokracia kur qytetarët e shohin gjysmën tjetër të bashkëqytetarëve të tyre si pjesëmarrës të paligjshëm në jetën demokratike? E megjithatë, ky është pikërisht botkuptimi që ne kultivojmë kur angazhohemi në retorik ndarse, e kur e trajtojmë kompromisin dhe konsensusin si tradhti. Ne nuk mund të vazhdojmë në rrugën ku jemi, duke kontribuar në polarizimin dhe fragmentarizimin e shoqërisë sonë. Duhet të njohim përgjegjësinë dhe mundësinë tonë unike për të modeluar një shoqëri më të mirë. Demokracia e fuqishme kërkon debat të fuqishëm, por fuqia nuk duhet përmbaj dhunë. Opozitarizmi nuk duhet ta përjashtojë respektin. Devotshmëria ndaj partisë nuk duhet të merret dhe të matet me aftësinë për sulme personale. Ne mund të mos blihem dakord me forcë, ndërkohë që pranojmë angazhimin tonë të përbashkët ndaj vlerave demokratike. Ne mund të kritikojmë ashpër politikat apo projektligjet, ndërkohë që tregojmë mirësjellje ndaj atyre që i propozojnë ato. Ne mund të mbajmë të forta bindjet tona, ndërkohë që mbetemi të hapur për bindjet dhe dëshmitë dhe argumentet. Askush nuk humbi politikisht nga seanca e fundit. Opozita mori kohën që i takon, çdo deputet, pavarësisht partisë që përfaqëson, pati mundësinë të flasë në çdo pikë të rendit ditës. Institucionet e pavarura patën mundësi të raportojnë e të përgjigjen pyetjeve. Deputetët patën mundësi të bëjnë komentet e tyre mbi përgjigjet. Pra një hapësirë normale politike e demokracisë. Unë juftoj të krijojmë së bashku pikërisht këtë mjedis normal, ku debati politik zhvillohet në normalitet dhe në liri të plot, fjale dhe veprimi politik, për sa kohë që nuk shkel në lirinë e tjetrit.